Dhe Në të dyja propozimet atëherë apo në propozimin e Partisë Socialiste? Pra mendoni që po bëhet për shkaqe elektorale nga të dyja palët propozime? Mendoj që propozimi i Partisë Socialiste ka shumë natyrë elektorale se sa territoriale, ndërsa propozimi i Partisë Demokratike është më shumë për fuqizimin e disa bashkive që mendohet se ata i kanë bastione elektorale dhe mund të rifitojnë, pra ka kalkulime politike, por jo të qëndësishme elektorale nga ana e tyre, sepse edhe bastionet që ata i kanë pasur si Tropoja, Kamza kanë ndryshuar tashmë, janë bërë më shumë socialiste prej 2 mandatesh, pra nuk ka kalkulime elektorale. Ndërsa Partia Socialiste i ka të qarta këto kalkulime, për shembull Bashkia e Elbasanit, UPD dhe PS-ja janë aty me vota nëse kemi parë statistikat, por nëse ti fut Bashkinë e Kërcerrikut, ku është një majorancë e madhe socialiste, ti e bën të pamundur rotacionin politik në Bashkinë e Elbasanit nëse futet Cerriku, për shembull. Pra, kjo ka të bëjë shumë llogaritjet elektorale dhe Mazniku është një makineri elektorale e Partisë Socialiste, është krye arkitekti i patronazhistëve dhe duhet baj përgjegjësi për këto gjëra. Megjithatë, Partia Demokratike ka bërë sikur nuk i ka parë këto, nuk i ka denoncuar. Bashkëkryetari Luciano Boçi ka luajtur lojën zhyt-myt me partinë. Po sepse kanë menduar që Partia Socialiste do ishte tolerante ndaj tyre dhe mund përfitonte politikisht Partia Demokratike duke u parë nga ndërkombëtarët si një partner serioz dhe i qëndrueshëm. Por mendoj që duhet të kenë parasysh që Akrepi ka veti, që vetia nuk e lejon të dalë nga natyra e saj, pra të thëmbojë. Dhe Partia Socialiste ti të bëj vetëm llogari elektorale dhe mbajtje pushteti siç po e bën. Sepse nuk ka reflektuar pse ka dështuar reforma e 2016-s.